Territori i Kosovës për datën 16 prill 2026 do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm me vranësira të pjeshme dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të ketë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me rreshje lokale shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:46 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 10 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 10 deri në 20 gradë Celsius, Pej 11 deri në 18 gradë Celsius, Prishtinë 10 deri në 20 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 22 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 21 gradë Celsius, Gjilan 10 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 12 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 19 gradë Celsius,